Ju me presëm të gjithë në Tiranë. Unë dhe njerë du të shprej falënderimin e juve, do t'ju bëj thirrje gjitha partije politike pa dallim ideologjie, do t'ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve anë kënd vend ku janë edhe jashtë vendit. Pa dallim feje. Ne jemi shqiptarë dhe ne na bashkon një gjuhë, një flamur, ai flamur është flamuri Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Mu në sheshin e Skënderbeu me 17 tetor në ora 17 të bashkohemi që së bashku dhe të protestojmë kundër padrejtësisë e cila më bëhet në Hagë. Kështu që ne falenderoj juve, jemi të hapur për çdo pyetje nga ju që jeni të interesuar. Kështu që bashkë me bashkëpunëtorët e mi, me dy kryetarë që i përmeni Gazmend Sylla dhe me Azgan Haglajn, i cili është këtu, me neve në bashkëpunim të organizojmë një protestë paqësore, gjithmonë paqësore mundshme, e cila do të shpreh mbledhjen tonë ndaj gjykatës speciale që e kemi.